Ndërkaq materiali i radhës ka të bëjë me të madhin Sabrianon, i cili ditëve të fundit është dekoruar nga presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Si u ndje ai dhe cilat janë të reja tjera në karrierën e tij apo në jetën profesionale, na tregon më së miri vetë Sabri Feyzullahu. Sa po du me t'pa, qoftë në ëndër vetëm një herë. S'ka, unë e di që s'ka. Jo gjithmonë shteti jonë i dashur që tani po mbush 11 vite është kujdesur për komunitetin artistik. Të hulumtosh brenda punës që institucionet tona kanë bërë kundrejt fytyrave eminente në fushën e artit, nuk është se gjen shumë kontribute kundrejt tyre. Pak vite ka që ka nisur puna për të dekoruar këngëtarë që ndër dekada kontribuan në muzikën shqipe, duke pasuruar repertuarin e artit tonë. Këngëtarët e vjetër dhe që dhanë shumë vite në skenë me muzikë të mirë shqipe, nuk është se u vlerësuan më parë. Si fillim nisi me Rita Orën, pastaj Dua Lipën, Era Strefin, Shyrete Behlulin, e javën e kaluar dekorua edhe Sabri Feyzullahu e Ilir Shaqiri. Agja Sabri që këtë vit shënon 50 vjetor në karrierës së tij aktive çdo minutë në skenën e muzikës sonë, u dekorua me medaljen presidenciale për merita dhe kontribut në artin shqiptar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në prag të pavarësisë. Është diçka shumë e madhe dhe e falenderoj unë në emër të familjes sime. Më ka nderuar mua dhe besoj që e ka nderuar gjithë popullin shqiptar këtu e 51 vite më parë që po thua, për krejt atë që kam bërë nëse kam bërë diçka, për falenderimi për popullin që më kam mbështetur dhe më kam mbajtur këtu e 51 vite e i ka dëgjuar këngët e mia. Dhe njëkohësisht si më thënë, e ka falenderuar presidenti dhe i ka shpërblyer dhe kompozitorët, tekstuesit e orkestruesit e këngëve të mia që janë mbi 1000. I madhi Sabrianon nuk është që veproi dhe funksionoi duke kontribuar vetëm në muzikën e Kosovës. Të kënduarit e tij u pëlqyea dhe u vlerësua shumë edhe në Shqipëri, madje shpesh herë u cilësua pikërisht nga media shqiptare si artist i pazëvendësuar për muzikën shqipe. E kjo, a do ta sjell mundësinë që Agja Sabri të presë edhe nga Shqipëria në dekorat të tillë. Shteti shqiptar kam dëshirë me e dekoru një diken, një këngëtar ose këngëtare të popullit tim, si këngëtare që është apo si këngëtar. Kjo është dëshira ime sepse unë se kam përfunduar karrierën, po vitet e mia e kanë bërë atë që nga dalë që, si me thanë, të shkoj kështu si jam, me falenderimin më të madh popullin shqiptar gjithandej që e ndëgjon këngën e Sabri Feyzullahut. Kjo do t'jetë për mua ajo, më e madhja, më sublimja, më e mira. Deri tani as dekorime nuk kishte praktesë të tanë. E lere më të mendoj për një sigurim jetësor pas që këta këngëtarë të shkëputën nga tregu muzikor. Artistët dhe komuniteti tyre apresin pensione nga shteti pas që të arrin një moshë ku mos do t'jenë aktiv në profesionin e tyre. Po flasi Sabri, meq në këtë moshë 74 vite dhe jam duke kënduar vazhdimisht, gjithmonë unë e kam siguruar jetën time dhe falemderit shumë. Falemderit gjithmonë që publiku më dëgjon, dhe në shkoj këndoj dhe natyrisht që shpërblehem për atë djerë që e japë. Qa kam menduar shteti, unë nuk e di, lëvizje po bëhen me këto dekoratat presidentit, nderuar që po i bën për artistët dhe këngëtarët. Unë e di vetëm që Nezhmije Pagarusha e ka një lloj shpërblimi, mos i them pension, se është shumë e demoduar t'i them ashtu, e ka një lloj përkraje nga shteti dhe sa mirë, e sa bukur që u ka rënë ndërmend, e për të tjerët nuk e di, si do të jetë nuk e di, nuk më takon mua, sepse edhe s'kemi ekonomi, ne si justifikim po e gjej nëse s'bëhet kur gjo, s'kemi ekonomi ne që jo shpërblehen, po ju dedikohet diçka një artisti apo një këngëtari. Dekorimi i Agja Sabri erdhi pikërisht në javën e 11 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. E pikërisht për nder të pavarësisë, Sabrianon ka përgatitur projektin e tij të ri, që na sjell këngëtarin në stilin e dikurshëm, duke kënduar dashurisë me motive që na sjellin ndjenjen e festës së pavarësisë. Po, kënga me ndëgjut ju kushtohet shqipeve, do më thonë shqipeve
vajzave gjithandej, femrave shqiptare gjithandej në botë, edhe natyrisht që shqiponjave shqiptare, po jo folklorizëm patriotik, edhe kjo këngë i kushtohet, si me thënë, bashkimit kombëtar, pse mos me thënë kështu, jo bashkim kombëtar, si me thënë, me i friksu të tjerë, bashkim kombëtar, ashtu si ka dëshirë bota dhe Evropa dhe Shtetet e Bashkuara dhe NATO që çdo popull në rregull t'i ketë kufit e vet, shtetin e vet, flamurin e vet, himnin e vet dhe çdo gjë tjetër e tij. Edhe kjo këngë prap në vigjilje të 11 dhjetorit shënimit të pavarësisë së Kosovës, 10 dhjetorit të Teve Dashur Klan, ju është kushtuar këtyre edhe u bafë Shqipnia ashtu si kemi dëshirë ne shqiptarët. E po, edhe pse Sabriano dekorua nuk e ka ndërmend të ndalë veprimtarinë e tij muzikore, ai vetë se ka përfunduar një mori projektesh. Pas kësaj menjere kam bërë dhe një këngë që do t'i bëhet videoklipi pastaj që ma ka bërë kolegu dhe miku imi nderuar Blero, edhe janë edhe një si do tjetë, po saimin dhe përmbledhjen e këtyre këngëve ai ka definuar. Ta shohim. Jetofsh gjatë e bëfsh muzikë të mirë, o Axha Sabri. Derisa të vdes